Mbi 20 forcat të ushtrisë pranë repartit 10-10 në Vaudejës vijojnë punën për pastrimin e territorit. Gjatë së premtes, faza e pastrimit është përqendruar në aksin nacional Shkodër-Shtoj, që i përket njësisë administrative Rëthina. Ka një impakt të rëndësishëm për ne, bile zgjaj rastin falenderoj forcat e ushtrisë repartin 10-10 të Vaudesit, kanë marrë një iniciativë tyre për të pasur rrugë nacionale dhe pikat më problematike që ndodhen, sidomos në territorin e njësisë Rëthina, plus transporti i këtyre metjeve bëhet nëpërmes operatorit pastrimit. Janë kamiona që vinë, këto vazhdojnë para mrapa me kamiona për të bërë pastrimin e tyre dhe depozitimin e tyre në landfill. Ndërkohë gjatë pastrimit të territorit, Pjetri u shpreh se firma e kontraktuar nga Bashkia Shkodër për menaxhimin e mbetjeve në njësi është angazhuar maksimalisht për të zbatuar detyrat e lëna. Sipas tij, aktualisht vijon shpërndarja e koshave në territor. Problemi i metjeve në Rëthina tashmë është i zgjidhur përfundimisht, është firma pastrimit që operatori është shumë serioz dhe pretendojmë më të mirën për tyne, janë në punë pothuajse edhe ditë edhe natë. Problemi i kontejnerëve është edhe i zgjidhur, kanë ra deri tash 60 kontejner në territorin e Rëthinave, pritet shumë shpejt brenda mos them 5 ditë 10 ditë të zgjidhet problemi edhe i 60 tjerëve që plotësohet komplet territori i njësisë Rëthina. Nëse këto e kanë iniciativat e tilla në gatishmëri që të kenë mbështetjen tonë. Prej ditësh, forcat e ushtrisë pranë repartit 10-10 kanë nisur pastrimin e territorit në akset kryesore të Bashkisë Shkodër.